8 persona janë vënë në pranga në lidhje me arratisjen e Altin Docit nga Spitali Rajonal i Durrësit, një ngjarje rënde ndodhur mesditën e një dite më parë që ka tronditur sistemin e sigurisë. Mes të arrestuarve janë funksionarë të rëndësishëm të institucioneve shtetërore, përfshirë kryeinfermierin e spitalit dhe zëvendës shefin e komanduar të policisë. Konkretisht, në pranga kanë rënë Aulon Çuko, kryeinfermier në Spitalin e Durrësit, Desdemon Pazaj, zëvendës shefi i policisë, si dhe 5 efektiv policie që shoqëronin të burgosurit, Dorian Saraçi, Sal Ferollari, Prenk Marvataj, Fatjon Baçi dhe Aranit Çela. Ashtu është arrestuar edhe një grua identifikuar si Violeta Uka, me detyrë specialiste informacioni e dyshuar për përfshirje në këtë ngjarje. Arratisja ndodhi mesditën e djeshme kur Altin Doci, i akuzuar për një sër veprash të rënda penale, përfshirë vrasje dhe pjesëmarrje në organizatë kriminale, u largua nga Spitali i Durrësit, ndërsa ndodhi në shoqërimin e policisë së burgjeve për një vizitë mjekësore. Menjëherë pas arratisjes, policia ka intensifikuar kontrollet për kapjen e tij. Burime zyrtare bëjnë me dije se kontrolle janë kryer në disa zona të Tiranës, përfshirë Astirin, Don Bosco dhe Selitën. Është kontrolluar gjithashtu edhe banesa e Altin Docit në zonën e Ysberishtit, por familjarët kanë deklaruar se nuk kanë dieni për vendodhjen e tij. Si një nga rrugët kryesore lidhëse mes Durrësit dhe Tiranës, kontrollet të shtuara janë kryer edhe në aksin e Ndroqit për bllokuar çdo mundësi lëvizjeje të tij jashtë kryeqytetit. Sipas të dhënave të deritanishme, pasi ka dalë nga Spitali i Durrësit, Altin Doci është larguar me një automjet tip Audi A7. Fillimisht ai ka kaluar në zonën e Spitallës, më pas është faqur në Shënavlash, ka vijuar në autostradë dhe dyshohet se ka hyrë në Tiranë. Ndërkohë, kërkimet për kapjen e tij vijojnë, ndërsa hetimet po thellohen për të zbardhur plotësisht rrethanat dhe përgjegjësit që çuan në një nga arratisjet më të bujshme të kohëve të fundit.